Dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë ditë unë kam zgjedhur pranë mikrofonit një çift. Një çift që rrezaton shumë të shka në një ditë dashurie. Një çift që bën rrugën bashk si bashkëshort, si miq të hershëm, si shok, si prindër, si njerëz që rrjedhin nga familje qytetare me shumë vlera, si profesionist, si bashkëudhëtar në një rrugë të gjerë, të gjatë, dhe urojmë që ta bëjnë shumë të gjatë këtë rrugë së bashku. Në ditën e dashurisë, sot unë kam të ftuar kompozitorin Gjon Shllaku me bashkëshorten e tij, Rozi Nënshati Shllaku. Mirë se keni ardhur në studion tonë. Mirë se u gjetme. Më vjen shumë mirë që takohemi në një ditë që rrezaton shumë të shka. Për shumë vjet dhe gëzuar ditën e dashurisë. Faleminderit gjithashtu edhe për ju gëzuar dhe për shumë vjet. Falenderoj Roz. Sa më dashuruar. Faleminderit. Me fëmijët, me shoqërinë, me njerëzit e dashur. Roz është një përshëndetje që secili nga çiftet e ndjen se duhet ta përcjell. Sepse gjithsesi është një ndjenjë shumë e bukur që përshkon anën më njerëzore të njeriut, dashurinë, e cila ka bashkimin, ka shumë të shka në vetvete. Ju e keni uruar patjetër njëri tjetrin që më mëngjesin e parë, apo jo? Qysh se jemi zgjuar nga gjumi në natën mëngjes. Gjoni ndjehet më i ndrojtur, po në të vërtetë nuk është kështu. Në fillim të kësaj bisede bëhet fjalë. Unë këtë studio ka marrë shpesh, por sot është një rast i veçantë edhe një objekt i ndryshëm nga të tjera, sepse është pjesa më jetësore, po thona. Dashuria është pjesë e rëndësishme e jetës çdo njerëzit. Edhe kështu që në këtë kontekst sot duhet të jemi më të lirshëm se kur, sepse thona një gjë që është që i përket një ndjenjet që çdo njeri në këtë botë e kalon, e ka atë veten në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme, në momente të ndryshme. Por dashuria është pjesë e rëndësishme e personalitetit të njerëzit, edhe e vetjetës. Ashtu siç thatë, dashuria është ajo bazë e cila të jep shumë të shka për të ecur, për të fluturuar mbase në periudha të ndryshme të jetës. Dashuria mes çiftit, por një dashuria si një ndjenjë e fortë njerëzore, shpërndan shumë gjëra të bukura. Në fakt, siç e mendoj, dashuria përmbledh shumë ndjenja rreth vetës, siç është respekti, toleranca, sakrifica, bashkëpunimi, durimi, gjitha janë të lidhura me dashurinë. Përvoja eme e jetës 20 vjeçare. Në një familje ku dominon dashuria, është durimi, është sakrifica, është dhimbësonia. Ndoshta nga një herë vedja duket si në plan dytë, kur përpara ke burrin që ndoshta një moment caktuar ndodhet një vështirësi, fëmijët pa përjashtu edhe prind, dhe njerëzit më të dashur të zemrës. Në të vërtetë është një koncept shumë i gjerë i kësaj ndjenje të bukur, e cila ndërton dhe natyrisht duke qenë se ju jeni profesionistë, duke u bazuar te kjo ndjenjë e fuqishme mes çiftit në radhë të parë, keni ndërtuar jetën tuaj mjaft mirë duke ecur edhe në profesion, apo jo? Sigurisht, kjo është një mënyrë rastësishme, po themi, sepse në jetë njeriu njeh një profesion dhe jeta të çon në një dashni që mbaret se ku ndërtohet. Po në rastin ton, po them, kjo ka ardhur nëpërmjet një njohurie të thjeshtë familjare, por që është thelluar me kohë, edhe kjo është një formë e veçantë. Sigurisht që arti, duke qenë pjesë e rëndësishme e punës time, e jetës time, e familjes time, ka ndiku ndoshta në një lidhje jo krejtësisht të drejt për drejt, por edhe Rozi vetë një nxënëse e shkollës sonë.
Ne bashkë kemi nga një shkollës muzikës. Rastia ma bukur e jetës ishte kur a ditë, në qoftë se është momenti ta tregoj, profesori jem Fred Bala, i cili oraj sot një ditë marrë dhe të lumtën në këtë ditë të dashurisë, bashkë me zyshën teme të parë, zysh Adelina Grimcin, erdhën në shkollë dhe na zgollën mu dhe 3 shoqe tjera, që t'jena pjesëtare të korit Shtëpisë Kulturës. Dhe atë ditë sa shkova për herë të parë më në dhe sallën ku ishin duke bërë provat, për herë të parë aty gjeta shumë vajza të bukura, po një ndër to ishte edhe kunata ime që sot është kunata ime arshmja, shoqja ime Cecilia. Cecilia Shlaku. Shumë e bukur e përshëndesim. Cecilia, gëzuar festen. E bukur, e veshun bukur, e qeshun, shumë e edukume. Dhe kur zysdushi tha, do të delshta të si më thanë, si koncert maestre në sopranë, dhe më thanë sektorin e sopranove, atëherë fillohet, si më thanë, të afrohesha më tepër me te. Por fakti ishte që na ishim edhe afër me shtëpia dhe shumë shpesh ajo më thotë që hajde mërë, si më thanë, ose takona tek rrugica, shumë shpesh isha tek shtëpia e Gjonit për me marrë Cicilën edhe aty gjeta një ngrohtësi, një artizëdhek, një gentiles nga prindë e Gjonit, nga Nana Git, nga Baba Nac, gjithmonë me miq, gjithmonë me muzikanta, gjithmonë me zhurmë për në sensin e mirë, adin, gjithmonë me një mikpritje që mu mbani shumë përshtypje, dhe gjetë me gjithmonë atë derë të hapun, atë obor me lule, ato njerëz gjithmonë, ku aty shkoshim bashim edhe prova, dhe kështu vazhdimisht erdhëm duke afru, deri një ditë erdhi momenti kur urzume dhe dashnin tonë dhe martume. Gjoni ka ndjesit e veta rreth këtij bashkimi, apo jo? Po, është vërtet. Rozi ka një mike e familjes tonë, gjithmonë ka ardhur bashkë me shoqet e tjera, sidomos Cecilia ishte e apasionuar shumë me shoqnin, shoqe, mjaft, të s'po përmendim emra se janë edhe figurat njoftuna, miq edhe të emisionit tuaj në shumë raste, janë artista të mirënjohur. Edhe kjo frym, po themi që është sensi i kuptimit të gjatë të dashurisë. Sepse dashuria për njerëzit është shumë e rëndësishme në gjitha aspektet. Kjo dashni, kishte më thënë, e ka majt hap shpinën tonë, dhe në momentet më të bukura të jetës së kësaj familje, po edhe në momentet të vështira. Unë kujtoj, ndoshta se është rastet jo gjithmonë feste, por momentet kur bie fjala nana jonë ishte e smur, ajo kishte një dëshirë të vetme, që gjithë njerëzit, e dite se ishte një smuneram, gjithë njerëzit i dote afër. Edhe me thanë të drejten, gjë e çuditshme për njëri që paka shumë ka njësinë e asaj që po shkon nga kjo jetë, ajo kishte një dashni të madhe për njerëzit dhe reflektonte këtë gjë. Atë që më them që ky bekim është masharraja e dashnisë në një familje. Edhe kjo që po tregon realisht kështu si është Rozi, ndoshta është vazhdim. Është vërtet, po ka në nusja e shtëpisë, domethënë si një shoqe e Ciciles, këto momente të mamës Gjonit i kanë kaluar edhe vet. Për një ishte një grup shumë e sakrificë. Ajo në ata momentet e fundit jesë na kërkonte gjithmonë me kënu arjet e operës Mrika. Gjithmonë me kujtu provat që na banim ne bashim në shtëpinë e Gjonit. Gjithmonë me kujtu disa shaka, po them, të disa pjesëtarëve të korit që ja prishin shtëpinë, ja nyshin shtëpinë, ajo çote e pastrote, disa thanjet shumë goristave që sot edhe nuk janë gjallë. Pra ishte një gru, sikur ishte pjesëtare e korit tonë. Siç po e kuptoj, dashuria është një ndjenjë e fuqishme që zotëron të gjitha veprimet dhe pasionet e njeriut. Është krye pasioni, do të thosha, që mbështjell të gjithë marrëdhëniet njerëzore. Nuk është thjesht një dashuri brenda dy vetëve. Ajo do të ishte shumë egoiste nëse do ta mendonim kështu. Dashuria është një ndjenjë shumë e fuqishme që buron nga shpirti dhe shpërndahet kudo tek njerëzit. Mjafton ndoshta këtu të kalojmë pak sa një lloj tjetër dashurie, që është ajo për njeriu, për universin, për të vobektit, ku kemi shembullin më të mrekullueshëm të kombit tonë, mas edhe të gjithë botës, që është Nën Tereza, që ajo është që thosh mretnesha e këtij koncepti, mi jetën, mi dashurinë, kaq si të varfënve.
kjo është koncepti më i lartë do të thosha unë. Paçka se në jetën tonë është shumë e rëndësishme dashuria personale në çift, e cila transmetohet pastaj në familje, ajo transmetohet tek njerëzit që na rrethojnë, që janë prind, që janë vjerra në shumë raste, kur janë. Rozi s'ka pas fatin e mirë me jetu si Nuk i kam pas. në periudhën e martesës. Ne jena martu kur mama me babën kishin vdek. Po megjithatë, unë me mamën gjit, po tham nuk e kam provu për me jetu, por e kam kënë një nër ata shoqet e afeksionume. Nderim shumë i madh për zotnin Noc Shllakun dhe zonjën Margarita Shllaku ose Zysh Gita, siç e kemi njohur, sepse ka qenë mësuese dhe ka patur një njohje shumë të madhe tek nxënësit, tek njerëzit, tek dashamirët. Po ashtu edhe për familjen në Nshati, nga vjen Po, Rozi. është vërtet, unë babën Noc e mojmen, mund kem kënë krejt e vogël në shkollën fillore, kur baba Noc vite në shtëpi të Nënshat të Njats Nënshati, i cili është baba i Ildës Nënshati. Po, muzikante. Mësuese ju. mësues. Po, edhe zotni Noci ka qenë mësues, edhe Zysh Gjeta, bashortja, po. Vite shumë shpesh për ma kur du pianon në familjen në familjen e Nshati. Edhe ma i men vite gjithmonë një burr i veshën me një këmishë të bukur, me një një veshje shumë të bukur, klas si me thanë, i krejhun bukur me gjysh lyk, edhe pse ishe vogël në bandë në përshtypje. Aja kur do të piano në risha afer dhe kishe dëshirë ta shifshe se si punon. Zonjë Noci, bata ato tingujt edhe më shifte. Edhe njëherë ma i mend që më thote, ti do të kesh edhe vesh, ta provosh të isha në shkollë të muzikës. Pas ka qenë një rënje fort e kësaj lidhje. Edhe shkolla muzikës janë shkolla jonë të shma, shkolla ku ne së bashkut kemi marru, edhe ne edhe punojmë të së bashkut me Rozin. Është nërtu falë dashunisë për artin. Unë e kam përmendur në raste tjera, nëpërmjet figurës së Prekjakovës dhe të Noc Shllakut, shkolla jonë, man ato ilujt e vetë, këtu janë mësueset e dallum që kam rastin të përmend që është Gjon Kapidani që jeton ma, edhe Zyshtajde Banushi, mësuesat e parë, të cilët kanë zjerë si pasojë, do të thosh si rrjelloj e dashurisë tyre një shkollë gjatë e cila prapë sot funksionon me potencialin e saj. Dhe them që është baza dashurisë për njerëzit, dashurisë për artin, dashurisë për njëri-tjetrin, respektit për fëmijët e vegjël, të cilët në fazën e parë të shkollës muzikës, unë këtë ditë po hapshe një album të bukur të fotove të mia, ku ishin një mrekulli. Ato kalimet e vazhdueshme për një ambient tjetër, sepse shkolla ishte stabilizuar la, është bërë një bazë dashurisë për njerëzit, për artin. Ajo shkolla mund ishte fik, nëse do të kishte kënë kjo sakrificë që vjen për dashurisë së njerëzve për artin. Le të kalojmë tek koncepti juaj i çiftit. Si mendoni, sepse në këto momente mesoj se na ndjekin shumë dëgjues, edhe nëpërmjet internetit kemi shumë ndjekës, i përshëndesim të gjithë. Si mendoni, cilat janë ato tipare që duhet të karakterizojnë një lidhje që ajo të jetë e qëndrueshme? Ju tashmë keni një përvojën tuaj, mbi 20 vjeçare të njohjes, të lidhjes në martesë, të krijimit të familjes. Cilat janë ato tipare që janë të qëndrueshme dhe duhet të jenë në themel të një lidhje? E para i njërë është dashnia, që është shumë rëndësishme. Ndjenja që mund kesh që kej për burrin njëherë, e pas dashnisë që kej për burrin dhe për fëmijët, me ato dhe me thonë që është familja. Më pas vjen edhe interesimi, vjen durimi, vjen sakrifica. Unë për veti një diçka, ndoshta pse jam edhe pak e futur në rrugën e artit. Një dhe me thonë pikat e dopta të interesimit që kam për Gjonin, kur ky përgatitet për më bën një koncert. Edhe pse jam koriste, unë kam shumë përgjegjësi, kam deri tek partiturat, kur del për më shku në prova, a ke marrë partiturat, a ke marrë atë që akordon zanet vokale, kur del në skenë, mendoj mos të stunojnë kush, mos të harrojnë në një frazë pa era, nga emocionet, a kupton? Kjo është
tek veshja, tek spektatori, tek reagimi i spektatorit që mund të ketë përballë Gjoni. Nuk di si me shpjegoj. Rose, ke një shpirt shumë të ndjeshëm dhe në fakt më ke emocionuar shumë me këtë përkujdesje që e mbështjell bashkëshortin tënd, familjen tënd, nuk e di Gjoni ndjehet më. Unë nga një herë për këtu në gjarëve ndjem edhe ma në siklet, por shqyqyr që këtë periudhë koncertës kena pas shumë edhe jena siru për kësaj gjana, por mendoj që kjo është një pjesë rëndësishme dhe specifike për ne, kurse në përgjithësi për jetën në qift dhe në familje, mendoj që momenti më i rëndësishëm është lidhja midis dy bashkëshortëve. Lidhja, serioziteti i kësaj lidhje. Mendoj që kjo në radhë parë nuk është thjesht po thuj se një diçka toksore. Unë mendoj që është diçka më e lartë. Edhe kështu e mendoj, është diçka hyjnore, tham lidhja sepse në gjithë botën një qift është një pjesë e miliardave që jetojnë në këtë botë. Edhe kjo nuk është thjesht një rastësi. Mendoj që është diçka hyjnore, lidhja serioze, tham. Në momentet kur lidhja bëhet serioze, ku ndërtohet familja. Kurse në raste të tjera, njerëzit dashuria nuk është thjesht ajo që realizohet në qift, sepse njerëzit janë në kërkim të dashurisë. Edhe ndoshta fati i tyre vendoset mi bazën e kësaj që unë thash më parë, sepse është diçka hyjnore, por ata e kërkojnë. Dhe shpesh në shumë raste, sidomos të rit, janë në lëvizje. Dashurit e tyre shpesh edhe dështojnë, sepse nuk janë marrë konceptit të dashurisë serioze, mund të jenë dështime të natyrave të ndryshme, mund të jenë edhe të qëllimshme. Kur këta janë të qëllimshme, që kalojnë në formën e aventurës, të cilën unë s'po bëj rolin e shajtit të shiktu, sepse janë pjesë jeni njeri me përvojë tashmë. Po, është pjesë edhe vetë moshës. Me mungesën e pjekunisë së plot, po thomi mentale, edhe sidomos moshët e reja, kanë këtë idenë edhe se qarkullon në përgjithësi aventura e njëri tjetër. Ajo është pjesë e jetës, këtë nuk mund të parashtojmë. Por sidomos kur moshat vinë dhe konsolidohet, njerëzit kanë kryer disa detyrime të tyre që janë tilluna me shkollën, me punën, edhe mendojnë të ndërtojnë jetën sikur është ajo jeta familjare, pjesa duhet të jenë përgatitur në pikpamjen e seriozitetit për të ndërtuar familje. Shpesh herë ne fatkeqësisht ndejm edhe krime të ndryshme që ndodhin në familje. Dhe për mendimin tim nuk janë në familje. Dhune në familje, po dhuna që është shumë e përhapur, po edhe krime që janë pa pranueshme. Është jashtë konceptit, pra nëse themi dashuria e kundërta asaj është dhuna dhe për më tepër edhe krimi në familje. Këta janë pjesë e mungesës së pjekunisë, po nganjëherë fatkeqësisht edhe pjesë e gjendjes ekonomike, por forca njerëzit është ajo që duhet ta mpor, sepse shpesh herë s'po marr shembullin më të mirë, se ndoshta ne jemi një shembull, po jo më i miri, që jeni një shembull i shkëlqyer. Shumë probleme ka familja, se ka probleme nga të ndryshmet ekonomike. Si mas rastit, sepse bartohesh, jenë punë, nuk jenë punë, ka raste, atëherë kërkon që së bashkut me bashkëshortin, me ndërtu atë folen ku ti do të rrisish nesër fëmijët, vinë jetë fëmijët, ato kanë problemet e tyre, ato kanë shpenzimet e tyre dhe ngushtimi si thush i kësaj mund të lindin kontradikta të ndryshme. Po njerëzit duhet të jetë aq i pjekur sa ta kuptojnë që edhe linja e fëmijëve, krijimi sikurse krijimi i familjes, edhe marrëdhëniet me njerëzit që të rrethojnë, sepse kjo është shumë e rëndësishme, sepse ti shpesh herë nuk jeton në familje i shkputur nga prind e burrit në shumë raste edhe të gruas. Pra këto duhet merren parasysh, sepse ai në gjendje ti ta përballosh, duhet të marrësh, të testosh, se a krijon raporte të drejta me prindërit e bashkëshortes. Kjo është shumë e rëndësishme sepse këtu mund të shqetësosh një familje tënde. Mund të hedhësh në grop dy familje një herësh. Dhe shpesh herë këto grinje ndodhin midis vjarës edhe krijojnë gjendje luftet, të thush. E mirë keq ta them këtë ditë, por shpesh herë ne bashkë me atë lavdinë e kënaqësinë në një ditë e festet duhet kujtojmë ato këqija që vijnë kur ky gëzim edhe ky respekt reciprok dhe kjo mungesë binjet për atë që ti ke kriju, për atë familje,
që është foleja jote, duhet na shkojnë më shumë mendje aty. Prandaj mendoj që së bashku me të mirat dhe me anë pozitive, shpeshherë ne duhet na shkojnë mendja. Tek arsyet që i çojnë njerëzit në një shkatërrim shumë. Besoj asnjëherë dhuna nuk është e justifikuar. Absolutisht. Sepse edhe në hershmëritë tona kanë qenë njerëz të varfër, por respekti është një ndjenjë që duhet ta shoqërojë një lidhje. Ti ka përcej në Kjo pra është sakrifica. vështirësi, durimi, sakrifica, toleranca, Toleranca. janë të gjitha këto ndjenja që ushqejnë një lidhje. Të mimojnë për me shkapërci atë gjë e cila është e vështirë, sepse varfëria nuk është e kollaj. Sidomos kur përballesh me moshën e fëmijëve ku doin të vishen, ku doin të shkollohen, ku doin të integrohen me shoqërinë e tyre, gjithmonë prindi kërkon ndoshta të bëjë edhe një diçka që e ka të vështirë për ta bërë, ndoshta një kredim tek shteti, ndoshta në një borxh që ndoshta ka dhe vështirë ta lajë, si më thanë të bërë. Por vetëm që të integrojë fëmijët dhe mos të jetë dalluar nga fëmijët e tjerë. Është pikërisht Kjo është një ndër këto. Ti krijoj edhe mundësinë të mira, për shembull, në kushtet e një shtëpisë normale, një ushqim të mirë, nuk e di si pra gjithsesi dashuria është edhe përgjegjësi. Është jeta në çift kur një dashuri kurorzohet dhe krijon familje ka përgjegjësi. Nuk është thjesht një ndjenjë romantike që pret një trëndafil në dorë dhe të shëtisësh botën me të. Përkundrazi. Trëndafili ka gjëmba. Jeta juaj ka qenë, do thosha, dhe është vërtet e këndshme, e bukur, miqësore, që jep e merr dashuri, marrëdhënie, aktivitet. Mund të më thoni diçka rreth ecurisë tuaj në këtë aktivitet të përditshëm? Unë mendoj që mos e lidhe me artin është një diçka specifike, por për të tjerat mendoj që është një jetë normale si në gjithë familjet, po themi lokale, mase këtu të qytetit tonë. Ne mundohemi të jemi të integruar në formën edhe në mënyrën me të cilën gjithë bashkëqytetarët tonë jetojnë, pavarësisht se në shumë raste ne jemi promotor të një gëzimi të tyre që vjen nëpërmjet një koncertit, nëpërmjet një aktivitetit. Dhe në këto raste është ndoshta rrëmuja më e madhe në shtëpinë tonë, sepse jo vetëm ne, por rrëmuja e bukur, rrëmuja më e madhe, po edhe vajza që është muzikante, gjithashtu dhe djali që është pjesë e aktiviteteve tona, kur është e mundur. Keni krijuar një kompleks dashurie. Është një sakrificë e bukur. Mund të them. Jena 3 vetë, 3 pjesëtar të familjes që marrin partiturat edhe çdo masdite kur kena aktivitete, ikum dhe shkojmë prova dhe kthejna vonë. Aty shtëpia mund të jetë e pandër, që po flas të shtëpi. Aty ushqimi mund të jetë më i pakët. Aty frigoriferi mund të jetë më i pambushur. Me gjitha të pasioni, marrëdhënia, dashuria, kapërcimi. Nuk llogariset. Aty ka mungesë, kërkesë, llogarie të kërkosh. I vetmi që kërkoj llogaria mund, se jam dirigjent. Edhe kështu, tjerat më dhe bin poshtë. Edhe unë çfarë mundë me hangër do të ham gjithë secili del për zot vetë. Po kjo është sportivitet. Kjo është e veçanta po thona, sepse pjesa tjetër është normale. Pa nerv, domethënë është një diçka. Po, edhe nuk kena as nerva në këtë moment. Jena të qetë, jena koshienta. Jena koshienta se shtëpia do të shkatërrohet. Kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj tolerance mes njëri tjetrit, duke kuptuar gjithmonë preokupimin, tensionimin, sepse asnjëri nga ju nuk ka qëndruar me mendje të qetë, përkundrazi ka vërpuar drejt një aktiviteti që e ka mbushur ditën. Ndoshta kjo na nxjerr edhe një nga pikat e rëndësishme ndoshta të asaj dashurisë reciproke që duhet të kenë njerëzit, veçanërisht në familje, që është ta kuptosh tjetrin. Sepse ka shumë raste që sjellja e burrit ose e gruas është e pakuptueshme në familje. Atëherë ideja nuk është ç'a ke, ç'a bën, edhe me stresulla më shumë. Ka raste po thon akot që njëri prej familjarëve del edhe nuk thot as ku po shkojë diçka. Në atë moment nuk e di se si do të veproni ju, po kisha më thënë që është një moment shqetësimi sepse nuk e di çfarë hallit ka, derisa nuk shprehet a diçka tjetër. Këto gjëra ndodhin. Nga një diçka shumë e vogël, po mund të jetë diçka edhe shumë e madhe. Për cilën njeriu duhet
të hulumtoj, me shumë marifet, si kurse ne edhe në jetën shkollore, po themi, sepse ka një nxënës që rrin i ngrysur ndoshta në klasë. Që në 30 vetë atëherë detyra jonë, po themi, si prind, si mësues, është që të masalamat të fëmijë ashtu ta kuptojmë se çka ka, ose o drejt për drejt, ose me një mënyrë të thotë. Pra, kjo është pjesë... Sa e rëndësishme toleranca në këto raste. Të kuptuarit e problemit dhe mrapa është toleranca dhe zgjidhja nëse është në të vërtetë secili ka rolin e vet në këtë tilla raste, mbase është një mjeshtri e madhe nëse bashortja apo bashortja ka një problem dhe partneri dita ta mikloj, ta kaloj bukur, e më vonë të nxjerrë mësime pastaj. E thot populli një fjalë, thot i shef syt. Është një shprehje i shef syt. I shef syt çashtja. Kjo dëshmon dashninë e thellë që një njeri ka për tjetrin. Ashtu i shef syt e ballit, si thot. Po kjo është një shprehje shumë e bukur, sepse mi pas syt është me dashme e kuptu tjetrin, është në hall, është në qef, apo si e ka. Dhe kjo është shumë rëndësishme. Mund ta mendoni ndonjëherë, po ju jap një mundësi sepse rastet në një marrëdhënie në çift si bashkëshort janë të shumta, kur në një rast njëri ose tjetri ka bërë një sakrificë, po i them unë, po kur janë dy partnera që të afërt edhe nuk mund të quhet. Dhe partneri tjetër e ka ndjer aq shumë këtë mirësi, këtë kuptim. Unë kam provu kam pas mamën shumë të smur për disa vite dhe një rol i madh. Faleminderit. Një moment ajo nuk ishte përgatitur ekonomikisht dhe i pari ishte burri im, Gjoni, pra, i cili përderisa ka qenë gjallë, asnjëherë nuk më ka pengu, jo vetëm shkoj, por më ka dhënë mundësi që ta mbështes në anën ekonomikisht, aq sa kishim nevojë. Për mua është një pjesë shumë e rëndësishme. Këta janë gjëra shumë intime, janë normale sepse njerëzit normale, por në jetë merita në gjithë farasdesh. Kur një grup për shembull nuk i tregon burrit që jam të bëj këtë gest, sepse burri është ai që e ndalon, ose nuk ja pret mirë se në than momentin. Kur një grup për shembull blen një diçka për veti dhe nuk i tregon burrit. Prap kjo është më thjesht, po ky rasti mund ka bë shumë përshtypje në jetën time që s'kam për të harruar kurrë. Këto që vjen është pjesa më e shtrejtë e jetës, nana e cila edhe pse ka vdek 7 muaj, ajo vdimja vjen çdo ditë, e shtohet mungesa asaj çdo ditë më tepër. Prandaj për mua është një sakrificë që Gjoni ka bërë për. Edhe kjo është një pjesë e dashnisë me i kujtu njerëzit që nuk janë më. Apo ja. Edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme për mendimin tim, edhe jo vetëm në pikpamjen personale, por mase edhe në pikpamjen zyrtare edhe fetare, po themi, është e rëndësishme me i kujtu njerëzit, edhe me thënë të drejtën, edhe një si pjesë e besimit katolik, ditët e muajit nënor, që janë ditë për kujtimit të vdekunve, dhe këtë besoj e kanë edhe besimet e tjera, është momenti kur njeru i kujton dashnin që ka pas për ta, që kanë ushqy ata kundrejt tejet, kundrejt vetë personit, ose edhe ndërsjellë kjo punë. Është një mirënjohje e madhe, sepse është një mirënjohje thjesht ideale, nuk është më materiale. Sepse shpeshherë po shkojmë te gjyshi se po na falni parë, ose po shkojmë te vjehri se po na ndihmon për me godit shtëpinë atje. Këto janë gjëra që ndodhin shpesh. Ndërsa që po shkojmë me quj tub lule vjehrit ose nanës ose babës që jeton më. Kjo është një mirënjohje e thellë shpirtërore, të cilën sidomos shqiptarët mendoj se e bën shpesh. Edhe është e rëndësishme. Edhe mund të jetë në pjesë më të rëndësishme ndoshta të karakterit tonë, sa që jemi të ashpër shpeshherë kur jena kështu dorë për dorë gjallë, në momentin kur ashtu pavarësisht se shpeshherë thonë nuk bën parë ma kjo punë sepse ai ka ikë. Po si ti që më kanë, është një pendes ndoshta për ato njerëz që s'kan rritur me respektu aq fort, me dash, me alluru këtë dashnisë sa që kanë gjallë. Paktën bën shembull për fëmijët edhe për pjesën tjetër. Se si duhet të veprojmë. Është një mesazh, është një ndjesi, është një përvojë, është një rrugë jete që çifti Shllaku, Gjon dhe Rozi Shllaku na kanë rrëfyer pak nga pak në këtë bisedë
jo shumë të gjatë këto në studion Mirëmëngjes, por që për mua, e natyrisht dhe për dëgjuesit që na ndjekin, patën një vlerë të posaçme në këtë ditë të madhe të dashurisë. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në studio, por më dhatë edhe një kënaqësi shumë të madhe ju, shokëve të mi, që keni ndërtuar një jetë kaq të bukur, me themele kaq qytetare, kaq të bukura, me ndjesi që lidhen edhe i bashkon dashuria, me të gjitha ndjesit më të bukura njerëzore. Ju uroj për shumë vite, jetë të gjatë, dhe qofshi të lumtur së bashku me familjen, me fëmijët tuaj, Antonion dhe Margaritën, paçi suksese në jetën tuaj si profesionist, si mësues, si kompozitor dhe muzikante, po ashtu edhe tek fëmijët tuaj. Ju falenderit shumë që ishit sot. Ne të urojmë një dashni të vërtet në familjen tonë. Falenderit. Je një bashkëpunëtare e jona, sepse për shumë vite. Po prandaj pse ju njoh, unë kisha një kënaqësi shumë të madhe. Për kësaj të uroj shumë edhe për emisionin. Për emisionin. Është hera e dytë, mendoj që edhe më shumë mase që ka marrë këtë emision dhe posaçërisht me tema kërkesisht të ndryshme, por që i bashkon një diçka e veçantë që është eleganca edhe trajtimi njerëzor që ju i bani. Po, mikrofoni Radio Shkodrës jo vetëm që është mikpritës, absolutisht, por është, si thua, ka nevojë për të tilla zëra, për të tilla mesazhe shumë të bukura njerëzore dhe qytetare. Ju falenderit dhe gëzuar këtë ditë dhe të gjitha ditët e tjera të dashurisë suaj. Bashkë me ju, falenderit. Paçi jetën e gjatë. Bashkë me ju, falenderit. Mi piace ogni cosa